Moshimi I popullsisë është një dukuri në nivel global dhe llogaritët që deri në vitin 2050 në nivel botror popullata mbi 65 vjeçe do të përbëjë 17% të popullsisë. Dhe këtij trendi nuk I shmanget as Kosova. Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë mbeten të përkushtuar garantojnë kujdes cilësor, dinjitet dhe jetë aktive për çdo të moshuar në Kosovë. Motoja e këtij viti na fton të reflektojmë mbi rolin e të moshuarve si forca aktive e shoqërisë tonë. Ata nuk janë vetëm përfitues të shërbimeve, por bartës të përvojës, kujdestar të traditës dhe mbështetje të familjeve tona. Të nderuar ju persona të moshuar, kjo është dita juaj, ditë kur ne reflektojmë mbi kontributin tuaj, jemi mirënjohës për kontributin tuaj dhe e përsërisim përkushtimin dhe angazhimin ton për jetë të mirë, për këtë brez të shoqërisë. Moshimi I popullsisë është një dukuri në nivel global dhe llogaritët që deri në vitin 2050 në nivel botror popullata mbi 65 vjeçe do të përbëjë 17% të popullsisë. Dhe këtij trendi nuk I shmanget as Kosova, sepse edhe tek ne është konstatuar numër më I madh I të moshuarve në regjistrimin e fundit të popullsisë në krahasim me regjistrimin e kaluar. Kjo do të thotë se duhet bërë angazhime shtesë për kujdes shëndetësor, të përshtatur për nevojat të moshuarve, për mbrojtje sociale të përshtatur për te, për ndërmjetësim, angazhim dhe bashkëpunim ndërmjet brezash, në mënyrë që të ndihmojmë njëri tjetrit ashtu si mundemi, dhe mbi të gjitha mbi ndërtimin e politikave të cilat do të ndikojnë në shëndetin publik, në një mirëqenie dhe një jetëgjatësi të moshuarve. Sot është dita për të shprehur respektin dhe mirënjohjen tonë për ata që kanë dhënë shumë për këtë vend, por edhe dita për të ndërmarrë hapa të kujtshëm për të siguruar që të drejtat dhe aspiratat e tyre të mos mbesin vetëm fjalë, por të kthehen në realitet të prekshëm. Në ditën ndërkombëtare të personave të moshuar, I bashkohemi gjithë botës për të vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm të tyre në shoqërinë tonë. Pra si që thash, në vitin 2000, sipas dhënave të vitit 2024, 11% e popullsisë janë mbi moshën 65 vjeçare. Një rritje e dukshëm krahasuar me vitin 2011, që na obligon të forcojmë politike dhe kujdesin shoqëror dhe social ndaj tyre. Motoja e këtij viti, personat e moshuar nxisin veprim lokal dhe global, aspirata mirëqenie të drejtat tona na kujton se të moshuarit nuk janë vetëm kujdestar të së kaluarës, por edhe udhërrëfyes të së ardhmës. Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë mbeten të përkushtuar garantojnë kujdes cilësor, dinjitet dhe jetë aktive për çdo të moshuar në Kosovë. Andaj në emër të Ministrisë së Shëndetësisë më lijoni të uroj gëzuar këtë ditë. Kjo ditë na kujton se moshimi është një proces I përbashkët. Të gjithë ne jemi duke shkuar drejt saj. Dhe secili ka të drejtë të jetojë me dinjitet dhe shëndet dhe me mundësi të barabarta. Motoja e këtij viti na fton të reflektojmë mbi rolin e të moshuarve si forca aktive e shoqërisë tonë. Ata nuk janë vetëm përfitues të shërbimeve, por bartës të përvojës, kujdestar të traditës dhe mbështetje të familjeve tona. Megjithatë, duhet të theksojmë veçanërisht gjendjen e personave të moshuar me aftësi të kufizuara, të cilat përballen me bariera edhe më të mëdha në qasje në shërbime shëndetësore, diskriminim të dyfish dhe shpesh mungesë të mbështetjes së duhur. Këto pengesa nuk mund t'i injorojmë më. Shëndeti publik ka rol vendimtar. Shërbimet parandaluese, vaksinimi dhe kujdesi afatgjat duhet të jenë të qasshme për të gjithë, kudo dhe kushdo që jeton. Prandaj është koha të zhvillojmë dhe forcojmë shërbime me kujdes të specializuar për të moshuarit, me theks në parandalim, rehabilitim dhe kujdes afatgjat.